Balerina dhe koreografja e njohur shqiptare, Enada Hoxha ishte e ftuar në emisionin Rudina, ku foli me emocion për mënyrën se si ka arritur të rikthejë ekuilibrin dhe forcën, duke gjetur shpëtimin te arti dhe dashuria e njerëzve që e rrethojnë. Puna ka qenë ilaçi im, tha Enada me qetësi e siguri. Fal saj, çdo gjë po kalon më së miri. Puna më ka ndihmuar të qëndroj e fortë dhe të përqendrohem te ajo që di të bëj më mirë. Në intervistë, ajo theksoi edhe vlerën e mbështetjes njerëzore në periudha të vështira. Në këtë botë vim vetëm dhe largohemi vetëm. Duhet të jemi falënderues Zotit për njerëzit që na duan fort dhe na mbështesin. Unë kam në krah njerëz të jashtëzakonshëm, u shpreh ajo me mirënjohje. Ky rrëfim erdhi pak pas deklaratës së ish partnerit të saj, Gerd Vaso, i cili kishte folur më herët për arsyet e ndarjes, duke përmendur ambicien ekstreme si një ndër faktorët kryesor. Enada megjithatë ka zgjedhur të fokusohet te ardhmja dhe te forca që i jep arti. Ajo e përmbylli intervistën me një mesazh frymëzues që u bë shpejt viral. Arti të shëron, puna të mban gjallë dhe dashuria e njerëzve të jep kuptim. Kjo është formula ime për të ecur përpara.